Primare është fëmia, përderisa ti veç ke dashur më vonon, ose prind me një fjalë, e pastaj vjen karriera. Mbështetja më e madhe ka qenë prej familjes të burrit, do të thotë se me plot kuptimin e fjalës, muna mi shujt sikur me kom printe me një fjalë, ndoshta kur nuk muna mi au kthy, edhe kur hakësh nuk më mi u dal. Pa ajo gruç që i kujton printe bashortit, ndoshta burrin e don me një aspekt, po jo me një respekt. Mirë, faleminderit juve. Mirë. Po shem që nan, e bekuar me dy vajza. Po nan. Hajt këto çika. Am tregon epiteti nan për ty. Epiteti nan është një fjalë që nuk përshkruhet, do të thotë s'ka, është me ndjenja shumë të fuqishme, po njëkohësisht ka dhe shumë sfida. Unë jam nan e dy vajzave. Po. Edhe normal që duhet me pas kujdes shumë të madh. Njëkohësisht edukim, shkollim, gjitha duhet me qenë si nan që jam. Kështu që i kisha lutë shumë nana, me qenë ma të kujdesshme me fëmijët e tyne, edhe mos me janë ashkalu se po shihet që apo ndodhe në Kosovë. Kështu që le t'jem favorit edhe le ta ndjekin në rrugën e tyne si prind, përderisa kanë dashur me ardh deri aty, edhe kaq mjafton. Allë që disa nana duke filluar shumë nana që po shohin kohët fundit për karrierën luftojnë, por fëmijën e kanë mbas karrierës. Po shiqa, nuk është që është krejt e drejt ajo, mirë po karriera është primare, po sikur mos kishin karrierë, do me thonë nuk kishin mujt edhe me u kujdes aq për fëmijë, se nëse ti nuk e ke një karrierë ose një punë ose një diçka, atëherë qysh do me u marr me i rrit fëmijët me i shkollu. Po nuk do të thotë se duhet me qenë primare karriera. Primare është fëmia, përderisa ti veç ke dashur më vonon, ose prind me një fjalë, e pastaj vjen karriera. Unë për vete munda me fol, i kam lënë gjitha anash, më u kujdes për qikat, derisa të rriten me një moshë, e pastaj me vazhdu aty ku kam bet. Se nuk është vonë asnjëherë. Gjatë rrotimit, cila ka qenë mbështetja më e madhe që ke pasur? Në çfarë aspekti po mendon mbështetja më e madhe, rreth prindërimit apo rreth karrierës apo Karrierës, prindërimit, gjitha po i përshim nga pak. Po mbështetja më e madhe ka qenë prej familjes të burrit, do të thotë, se janë njerëz që janë jashtëzakonisht njerëz që nuk përshkruhen, edhe kështu që ata na kanë mbështetur në çdo aspekt dhe vazhdojnë me na mbështet, kështu që veç mundem mi falenderu ata që ekzistojnë. Sa mirë na dulni nuse ma në fund që familjen e burrit e falenderoj. Kemi dëgjuar shumë rrallë, kemi dëgjuar këtë. Sa shumë ankohen, sa shumë nuk i dojnë prindit e burrit. Jo, është gabimi më i madh. Nuk e di, ndoshta ka edhe për aty në njerëzve, po unë jam me fat, edhe jam me bekume që i kam të dytë, se unë nuk i kam prindë mi, kam vdek qysh Niko. Edhe këta janë me plot kuptimin e fjalës, muna mi shujt sikur me kom prindë mi të dytë, edhe nuk e di ako me mujt me au këthin ndonjëherë të mira që i kanë bo ata për mu, për neve. Dhe gjoni bjera, apo se, ka nuse që u dojnë? Po shumë vërtet, na jemi të lidhë në njona me tjetrën shumë, po edhe janë shumë të mira. Ka vjera që i dojnë nusit si që i ka të veta, unë jam ndërto, edhe jam shumë e faqë që jam pjesë e tyne, edhe ata që jam pjesë e jam. Pro, apo kundër jetes me prindit e bashortit? Jo, me pse kundër? Jo, tash nuk e di, ka lloj-lloj njerëz, po pse kundër? Gjyshet ose gjyshërit du një pas mit një pat afër, me i pat u rrit, se do thot në kohën e tyne ata kam pas punë tjera, obligime tjera, kështu që tash e kanë kohën ma mirë, edhe është një periudhë shumë e mirë, me i pa fëmijët u rrit pranë tyne, por me dash me jetu vetëm ka ko ballë. Që kam në përshqipjen të anë prindë e dytë më kanë bo, masi që kam prindë. Këtë prezentimin për e parë, kur ti këshku në familjet bashkëtorët, që është pritën? Shumë mirë. Do me thonë si kur me konun aty sa vjetë, kështu që qysh prej takimit parë më kanë lënë për shtypjet mirë, edhe ka vazhdu ajo me kalu mirë, do me thonë që ajo pritja qysh ka qenë herën e parë, ngrohtësia herës parë, vazhdojnë edhe në ditët e sotme. Sa mirë. Jem të kafën ma shpeshja që ti vjerës, ajo ta që ty? Nuk e këshyrim, është një rast shumë i rallë, ajo kur vjen vjera pi punës, veç më thot hajde ti pim kafet.
Kështu që nuk ka të bëj me atë punë, unë apo ajo cilat mundemi, të na nuk ka dallime. Domethënë mes me edhe saj na nuk ka dallime. Tamam si prindër, si shoqe. Ndoshta me nënën teme do raste që i kam unë me ta nuk i kam pas. Jo. A i ndonë edhe gjanat personali me to? Po, gjithçka ndojmë bashkë. Mrekullisht sa mirë, sa privilegjuar ajo, do të thënë nona e Puritan. Ajo më ka prit shumë mirë, se unë në fakt nuk jam e Pejës, unë jam e një qyteti tjetër. Po më kam prit me atë grotësinë e tyne, që unë thash me një fjalë, ndoshta kur nuk muna m'ja u kthy, edhe kur hakësh nuk më mi u dal. Ka dhe gjënusi me thonë, kur nuk u dal prindëve. Me të vërtet, po me plot kuptimin e fjalës jam të e thonë këtë send. Shikoni në realitet që ka njerëz hala që duhen. Po, ka shumë, po ndoshta nuk shprehen. Po është edhe tjetra, tash edhe nuset më varet qysh sillen, qysh e bojnë vendin, po nuk bën se Vjera është si noan. Mos tham si noan ashtu me kryt zemrën, se noana është noan e pazavencueshme, mirë po ekzistojnë që dhe Vjera mundën edhe vendin e noanës me ta zavencu. Jo me nxon, po me ta zavencu. Andeval, kështu, ata që nëse një grua nuk e don prind e bashortit, nuk e don edhe atë. Po ajo grua që nuk i don prind e bashortit, ndoshta burrin e don me një aspekt, po jo me një respekt. Nëse nuk ja don prindërit, nuk mundet me dasht. Jo. Respekti është mbi të gjitha. Nëse ti nuk i respekt, nuk mundesh as me dasht. Po për atë burra që ndikon shumë prej grave që thonë po ndryshoj. Nuk janë burra ata. Nuk janë burra. Ja. Jo, nuk mundem me qenë ata burra, nëse një gru i thot unë ty nuk ti du prind, për mendim temi nuk janë burra. A është pa edhe një buri nëse pranon që po thjesht po e udhëzon gruaja? Po normal që është faji sajla, faji tina. Nuk është se nuk ban, nuk e di unë për veti nuk e shoh të arsyeshme, gjithkush e don privatësinë e vet, ndoshta edhe Vjera e më tardhën ka qef me kun vetun, me jetu rahat e qetë, se është një lloj obligimi më të pasur në shtëpi më të mbajt. Mirë, po te unë edhe te ajo dhe në familjen ku unë jam, nuk ka dallime. Jo. Na kemi një raport jashtëzakonisht mirë. Vazhdojmë me pas edhe deri në përfundim që thonë të jetës kena me pas. Sa do larg me shku, sa do me na nda rrugë të jetës, na gjithmonë kemi me kon bashkë. Star interviste e këndshme, e shijova, më lë me dëshiru shumë. Do të bëjnë gjitha grave, gjitha vajzave që do të bëjnë nana. Çfarë kishte thënë? Si pikë e parë, aty në vajzave që mendojnë të ardhmen më bu nana, pikë spari, le ti përfundojnë do gjana tjera para se mu bu prind vet. Le ta shijojnë jetën, kur bësh prind, janë dosane shumë të kufizume që ti duhesh me i ndalë, kryoje karjerën tonë, kryoje shkollën si pikë e parë, mandena rritën fëmija pakës edhe vazhdojnë prap aty ku kem bet. Asnjëherë nuk mundet me qenë bon. Sa i përket rreth vjehrave, ama nduni vjerat, se janë shumë të mira. Definitivisht janë shumë të mira. Çfarë interviste edhe herë kemi marrë komente për më të mira për njerëzve. Faleminderit shumë ndërto për juve. Se të vjera kemi pas. Po tash ndoshta s'ju ka qellu fati. E veçantë ke kjo. Shumë faleminderit. Rritet fëmijët mbar. Faleminderit. Ju shumë suksese, shëndet. Faleminderit. Faleminderit për